Imazhi pangatrueshëm i Edi Luarasit që vrapon mbi çatit e gurta të Gjirokastrës shënon një prej momenteve më ikonike të kinemas shqiptare. Për vetë Edin, skenat e filmi Nga dhënimi mbi vdekjen shënon vrapin e saj drejt suksesit, kthimit në një ikon, një epërsi interpretative dhe plastik që haset pak në ishki në studio dhe përbën një herësh metaforën e saj në ekran e sken, një yll që vrapoi derisa u kap dhe u dënua. Nëse në film ajo dënohet nga nazistët, jashtë ekranit ajo dënua nga shokut komunist, ata që në film portretizojnë anën e duhur të historisë. Dhe se si kthehen ideologjitë e personazhet nga ana e duhur e historisë në atë të gabuarën, një paralele me skenarin të filmit dhe jetës së Edi Luarasit do ta tregonte disi më qartë. Filmi Nga dhënimi mbi vdekjen tashmë i restauruar në 4K nga Augustus Kolor si një projekt i Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit mund t'i kushtohet Edi Luarasit edhe si homazh. Në momentin që mami ndroi jetë para 3 vjetëve dhe përcollëm në banesën e fundit, përmendëm fjalën nga dhënimi vdekje. Sepse ajo ishte aq një grua e fortë dhe me një zemër aq të madhe, se arriti të ngadhnjoj mbi vdekjen e asaj kohe. Dhe jam shumë e gëzuar sot ta shikoj këtë film me këtë ambient dhe me këtë liri. Shfaqja e versionit të restauruar të filmit 58 vite pas xhirimit bashkon nostalgjinë e stafit për kohën kur u xhirua e për rinin e tyre, por duket se ka pak vend për të folur mbi ideologjitë, ngarkesat politike që e shoqëruan artin që nga krijimi e deri te ndalimi, që ishte sërish i motivuar politikisht me dënimin e Mihal e Edi Luarasit. Sepse ato janë pjesë e historisë, të kulturës dhe artit shqiptar. Për mua ka shënuar një ngjarje të rëndësishme të jetës time, sepse ai film mua dhe gjithë kolegët e mi na nderoi. I kthye dinjiteti filmit, përveç që u restaurua, edhe që ka qenë i dënuar për shumë vite dhe u zhduk nga qarkullimi. Dhe neve këtë e kemi vuajtur shumë, gjithë protagonistët e filmit. Sot kam ardhur bashkë me fëmijët dhe do ta shohim filmin, siç kam parë unë me babain tim, pak a shumë në moshën e vajzës time të vogël Amrës, 13 vjet pasi filmi ishte ndaluar në atë kohë. Përmbledhtasi, filmi sjell rastin e 2 heroinave që varen në mes të qytetit të Gjirokastrës nga nazistët. Qyteti, ngjarjet e filmit dhe të luftës do t'i shtitet të rinë skenuara nga komunistët në forma të tjera e për interesa të tjera, sepse krimet mbeten krime pavarësisht nëse porositësit janë shqiptar apo të huaj.